vullneti I parë për me hy garës për deputet ishke kur e lexova betimin për deputet. Çfarë betimi të vlefshëm kanë për deputet dhe çfarë betimi bojnë për me hy deri me punu për këtë popull, edhe aty nuk e mojnë asnjë truat betimin për deputetët tonë të Parlamentit të Kosovës. Ajo ishke e para që më shtyni për me hi në garën për deputet, edhe më ju kallëzu që deputeti do të më koni ndershëm, do të më koni respektueshëm, do të më koni njerëzoshëm, do të më koni për qytetarin, jo për partitë politike. Edhe kështu që ju bashkova garës për me hi për deputet. Tjetra është I kam 4 fëmijë, jetoj në Kosovë, dua të jetoj në Kosovë, e dua Kosovën, edhe për që tom I kom hi garës për deputet. Më dhem pjesa e rinjës. Më dhem pjesa që nuk jena të I ditë mi dhonë rinjës një mesazh të mirë që me zhvillu venin, me dasht venin, me pas atë dhe dashuri, po jena të punu shumë rinin me shkatru. Kjo më dhem shumë, të rinia. Na e kem një mosh, po rinia më dhem shumë që jena të munu me çdo kusht me I largu për këtij venit, me I përgatitur dhe me I çuar në vende tjera. Unë mendoj që ndryshimin e parë që menojmë me ba në Parlamentin e Kosovës më një zoni jonë fuqishëm, më një zoni deputetit, jo zoni një njerit të orientun ose të programun për dikuj tjetër. Ne jem zoni fuqishëm, ne zoni që folëm vetë, e dim vetë, edhe punojmë për këtë popull vetë, pa orientimin edhe pa në ndërhyrjen e dikuj tjetër. Qeverisjen e Kurtit nuk e shoh shumë të pa arsyeshme, mundet më kone e arsyeshme, po ka shumë të meta. Zhvillimi ekonomik nuk është bëheq. Është ngec komplet zhvillimi ekonomik. Arsimi, shëndetësia, policia, gjykata janë komplet me një vend ku nuk duhet më konë. Është një e keqe që kryeministri nuk I paraqitet gjykatës, kryeministri nuk I paraqitet prokurorit. Çfarë mesazhi do t'jep ai te rinia? Çfarë mesazhi do t'jep te fëmia? Çfarë mesazhi do t'jep te na? Që një kryeministër I vendit nuk I paraqitet gjykatës tonë, nuk I paraqitet policisë tonë, nuk I paraqitet trendit kushtetues tonit. Kjo është e tmerrshme. I gjithë populli do të me lëviz edhe do të me I thonë jo, secili do që ka prek mbi kushtetutën e Kosovës, mbi ligjet e Kosovës, mbi vendin tonë. Vjosa Osmani është ka bo një gabim shumë të madh. Vjosa Osmani ka mujt mos me çu vendin në zgjedhje. Për një vit tripal zgjedhje, dikun 30 milion euro vetëm prej KQZ-s janë harxhu në zgjedhje. Presidenti Osmani kësaj here ka mujt me rujt që shteti më konë stabil, më konë me institucione sot, edhe jo me ardhun e me garu prej një venit, me ardhë me garu për deputet, me javzon venin plot akademikav, plot profesorav, plot studentav që janë suksesshëm, po nuk guxojnë me dalë dhe me u ballafaqu me deputet tjerë, se dikush I thot Serbia, dikush I thot lista serbe, edhe nuk guxojnë me ballafaqu me deputet tjerë. Presidenti Osmani ka vyt me tërhek partinë e vet guxo, edhe mos me e leju që veni me shku në zgjedhje, po me kriju institucione. Presidentja, koalicioni fitues I zgjedhjeve, partitë opozitare, gjithë janë bë bashk që me shkatru gati këtë rinin edhe këtë venin tonë. Nuk ban me leju, nuk duhet me leju. Nismën e zgjedha se nisma është vetë Fatmiri që nuk e pyet mrapa kërkon. Fatmiri vetë vendos për shumë çështje. Fatmiri ka sakrifikuar në kohën më të mirë të vetën, ka ardhur prej mërgimit edhe ka hyrë në luftë. Moshën 22 vjeçare ka hyrë në luftë dhe kon komandant shumë I suksesshëm. Në moshën 28 vjeçare ka qenë ministër shumë I suksesshëm, ka bënë një infrastrukturë shumë të bukur. Ka punu shumë bukur për vendin. E ka bënë një infrastrukturë që shumë vende na kanë pas lakmi për atë pjesë tina. Është një djalë guximtar, I vyn hala Kosovës, I vyn Parlamentit Kosovës, I vyn ndaç opozitës, ndaç pozitës, I vyn Fatmiri sot Kosovës. I vyn nihma sot Kosovës. Çështja primare nëse unë e fitoj kandidatin për deputet, do të punoj në shëndetësi. Do të punoj për sigurimin shëndetësor. Do të punoj për zhvillimin e bujqësisë. Aty ku jam edhe unë pjesë e sajna. Do të zhvilloj për zhvillimin e industrisë.
Na sot po thojmë që kem zona industriale, por realisht nuk ka zona industriale. Aty shiten materiale të huaja dhe nuk janë zona industriale ku na punojmë në industri. Gohna prej kësaj pjese se ndoshta një ditë mundet me thonë boll edhe më thonë edhe fëmija boll, se unë i kam 4 fëmijë. Është pak e vështirë kjo pjesë. Sot në fshatin tim, fshatin Budakov, është një mësues që e kalon vendin e punës edhe ka ikë në Gjermani. E kom pa një mësues tjetër të punu me një market mas mësimit. Është merri. I shoh mësuesat që janë të lodhur prej jetës të përditshme tyne, edhe kur hinë në shkollë me nxënësat nuk janë të hareshëm, nuk janë të buzëqeshëm, po janë të mërolshëm se kanë sfida në jetë. Unë e kom lanë mërgimin, unë sot muj me shku prapë në mërgim, unë sot muj me shku me zhvillu një aktivitet kudo tjetër në botë, nuk du me përvu prapë në vendin tem. 1% e popullatës të Kosovës kanë bo luftën në Kosovë. 1% e popullatës të Kosovës i kanë shliru gjitha trojet shqiptare. Edhe 1% e kësaj populate prapë duhet me punu, edhe duhet me vepru, edhe duhet me bashku për me ndryshu mentalitetin në Kosovë edhe për me ndryshu gjendjen në Kosovë. Duhet me hjek militant, mos më bo militant partive politike, po me punu për poplin, me punu për një njeri që guxon edhe që mundet me fol në parlament fjalët e tyne. Nëse ne si popull vedisohemi, nëse ne si popull e shohum të ardhmen evropiane tonën edhe folëm si evropian, na kena me ndryshu për të mirë edhe shumë për të mirë. Na kem një vend shumë të bukur, na kem një vend shumë strategjik për çdo zhvillim, ndash në bujqësi, ndash në turizëm, po duhet na me mendu njëherë si evropian, jo me mendu si militant partijak. E keqja e këtij vendit që e kanë bë partitë politike, jo popullata, e kanë bën një ndarje mes mërgatës edhe neve që jetojmë këtu, e kanë bën një përçarje mes tyne, edhe inshallah don Zoti edhe kalojnë shumë mirë, nuk kalojnë keq në këtë pushim që do të vinë edhe që do të zgjedhin përfaqësues të tyne, do të zgjedhin përfaqësues të ndershëm, se na nuk jem të pasgale për ta. Na përkundrazi urrejmë ata. Na përkundrazi nuk kemi siguru punën e biletave të aeroplanit që i kanë shumë shtrejt që paguajnë sot marrën pushime, e na më varmi krejt për tyne. Na më varmi krejt për Gërbexhive. Na kemi bën një bela që s'ke pas nevojë me bën një urrejtjen mes një popullit e 2 kulturave të ndryshme. Mesazhi im është që mos të mirëm me lider politik, mos të miremi me parti politike, mos t'i rrisëm parti politike. T'i rrisëm edhe t'i votojna edhe t'i përkrahum ata njerëz që nuk kanë qenë pjesë e kuvendit. Po e tregoj edhe një thonje të vogël, 2 nxënësave po bëjnë bisedë në shkollë. Po bëjnë bisedë për njëri nxënës pi thot tjetrit, baba ime ka shit shtëpinë, e ka shit tokën për me marru një shtëpi. Edhe ai po thot, pse ti me shit baba jot tokën me marru shtëpinë? Thot, po nuk kem shtëpi, e kemi shit tokën. Edhe i vjen çudi këtij djalit, edhe shkon te shtëpia dhe pi thot babës, bab, thot pse ai kushia me shit tokën me marru shtëpi? Kurse na i kena traktorin, na i kena tokën, na kena banesën, na kena lokalin, na kena kirrin, na s'kena nevojë me shit. Baba i tina djalit pasër, i thot, na kena shit atë dheun për me marru shtëpiat. Mos bëhemi na me shit atë dheun për me marru shtëpiat tona. Po na do të me kontribu që pa e shit atë dheun me rregullu atë dheun. Unë kam nevoja shumë të mëdhaja familjare për me shpenzu edhe pagën e deputetit edhe të mira tjera materiale që i kena në vendin tonë. Po unë pagën e deputetit, gjysën e pagës deputetit do ta jap për Esat Shalën, për një organizim shumë të mirë që është e bën për mbledhjen e dëshmive të luftës, që shteti komplet nuk është të mujt me mbledh sa ka mbledh ai dhe s'ka të bëj për vendin tonë, edhe një pjesë tjetër do ta jap për rinin, për fshatrat aty ku jam për rreth, për një kabinet që mujnë me mësu zanate të ndryshme për me qitë në treg të punës.